Në mungesë të anesteziologëve mira pacientëve vitet e fundit u janë shtyr operacionet në klinikat e QKUK-s. Por ky institucion nuk i ka kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë që në konkursin e fundit për shkollim specialistik të parashë edhe specializime për anesteziolog. Për pasojë në konkursin e dhjetorit janë paraparë gjithsej 5 specializime dhe që të gjitha për 4 spitalet rajonale. Në klinikën e anestezionit që në 5 vjetet e fundit janë larguar 22 anesteziolog, treguan se aktualisht janë gjithsej 44 dhe nevojat janë edhe për së paku 50 të tjerë. Për QKUK-n, sipas llogaritjeve tona të klinikës së anestezionit dhe mjekimit intenziv, duhet i kemi rreth 100 anesteziolog, në tërësi për mbulimin e të gjitha sallave dhe njësive ku kërkohet asistenca e anesteziologut. Pavarësisht se QKUK-ja ka më pak se gjysmën e anesteziologëve që i duhen, drejtori Spahia arsyetoi mungesën e kërkesave për specializime të reja, me që tha se në vitin e fundit janë 24 nga 32 specializant të anesteziologjisë. Numri total i specializantëve edhe të regioneve ka arritur në 66, çka i tejkalon edhe kapacitetet tona të trajnimit të tyre. Nga numri total i 66 specializantëve të anesteziologjisë dhe mjekimit intenziv për klinikën e anestezionit në QKUK janë 32 specializantë. Për këtë dhe për shkak se nëse bëhet pranimi i numrit të madh të specializantëve në një gjenerat, mund të shkaktohet një rënje e madhe në numrit të anesteziologëve në të ardhmen, për shkak të pensionimit. E mungesa anesteziologëve nuk do të zbutet as përmes këtij numri të specializantëve, pasi sipas drejtorit Spahia, në 5 vjetet e ardhshëm do të pensionohen edhe 4 anesteziologë. Në bordin për shkollim specialistik thanë se në 5 vjetet e fundit anesteziologjia është trajtuar si lëmi deficitare dhe prioritare. Pikërisht për këtë, numri i shpallur i specializimeve në nivel vendi në lëminë e anesteziologjisë për disa konkurse radhazi ka qenë mjaft i madh, konkretisht 33 specializime të ndara në konkurset e viteve 2020-2021, 16 nga këta për QKUK dhe 38 në konkurset e viteve 2023-2024, 7 nga këta për QKUK. Nga kjo kuptohet se brenda viteve 2025-2026, Kosovës do t'i shtohen 33 specialist anesteziolog, ndërsa brenda periudhës 2025-2029, 71 specialist të tillë, prej tyre 23 vetëm QKUK-s. Halitje e cilësoi sfidë dhe braktisjen e institucionit publik nga këta profesionist dhe punësimin e tyre në sektorin privat. E në mungesë të tyre nuk pritet të shkurtohet as lista e pritjeve për operime në QKUK. Në klinikën e ortopedisë afro 2000 pacient janë në listë pritjeje për intervenime kirurgjikale. Drejtues të klinikës kanë thënë se lista nuk mund të reduktohet për aq kohë sa ka mungesë anesteziologësh. Pritje të gjata për arsye në njëjtë ka edhe në klinikën e kirurgjisë vaskulare të ORL-s, atë të kardiologjisë e në spitale të përgjithshme. Në QKUK nuk treguan për numrin aktual të operacioneve nga lista e pritjes, realizimi i të cilave pengohen nga numri i limituar i anesteziologëve. E në 2022-ën, ish-ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi përmendi se janë më shumë se 10.000 pacient në pritje, shkaku i mungesës së këtij profili të profesionistëve të shëndetësisë.